Edi Martini ka surprizuar duke u rikthyer në konferencë për shtyp, një dalje para mediave që nuk ishte shumë e zakonshme. Trajneri i Vllaznisë vendosi tani konferencën duke folur më konkretisht për Egnatian dhe Dinamon, ku trajnerët janë respektivisht Edlir Tetova dhe Ilir Daja. Kam qef më ndaj larg, por ka momente që duhet jem, sepse janë disa situata që nuk më pëlqejnë për i kolegëve të mi trajnera, sepse e shoh që në çdo ndeshje ose çdo pas ndeshje sulmojnë arbitrat, sulmojnë egër. Njëri thotë ti s'do të arbitrosh më, tjetri thotë kamera, tjetri, domethënë është një presion që bëjbohet arbitrave në maksimum. Unë jam në shku me kartel të kuqe për kur gjo, në ishën e partë kampionatit, kurse shoh që këto trajnera që bërtasin, shajnë, mundin me bëha gjithë nuk po dënohen, nuk me marrin kartelat kuqe, edhe me fjalë që thojnë mas intervistave. Kështu që ka raste kur duhet kuptojnë që edhe Shkodra ka zot. Po e kam fjallin edhe në ishën e fundit me Egnatian. Nuk e kuptoj, gjyqtarët e FIFA-s duhet kenë autoriteti çik më tepër, sepse të shosh nga fillimi deri në fund, siç ishte rasti Aleksi që shohat e pafund edhe arbitrat, po edhe në pushimin e ndeshjes që bënin presion te arbitrat, apo edhe mas ndeshjes nuk më pëlqejnë, duhet kena më autoritet, sepse mandej acarohet, agravohet situata dhe nuk është mirë për futbollin shqiptar. Normal që është një sfidë shumë e vështirë. Dinamo ka një ekip të mirë, një ekip që pretendon, por e shoh që janë tremën, si Egnatia, si Dinamo, mënyra se si ato komunikojnë mas ndeshjeve, në intervistat, konferencat për shtyp, janë shumë tremën, sepse e din që ne jena këtu edhe jena më të mirë se ato. Trajneri Martini foli edhe për ndeshjen me Dinamon. Pres një ndeshje shumë të egër, pres një ndeshje që të harrojnë ato që mendojnë që në Shkodër vihet, sepse luhet futboll i hapt, të duart roket publiku, të harrojnë nesër që mund gjenë një atmosferë tillë, sepse kjo është një fushë që kam 11 gladiator në fushë që jena gati me prit gjithkën. Na duhet mas me pas frikë me fitu. Ka momente që duhet lush pist, duhet lush në çdo mënyrë për të ta fituar atë ndeshje. Ne realisht nuk jemi një ekip fair play, nuk bëjmë veprime të tilla, por gjithsesi është një gjë që duhet më rregullu, duhet më riparu dhe shpresojmë ta bëjmë. Unë konsideroj një ndeshje me një rival direkt, do të mundohen atë që në sekundin e parë dhe në sekundin e fundit që të mojmë ritmin e lojës, të bëjmë ata lojnë të tjera që kena bën në Loro Boriqi dhe shpresoj dhe besoj marrëzisht që do të fitojmë. Ne jemi të përqendruar maksimalisht. Normalisht kemi disa javë që jemi në vend parë. Për me dalë në vend parë është më kollaj se sa me rujt vendin e parë, sepse turistënia është shumë e madhe. Megjithatë, me ekipin, personalitetin dhe pikurinë që kena, unë mendoj që do të vazhdojmë me mojtë. Për raundin e 11 superiores, Vllaznia do të luajë sërish përballë një rivali direkt për titullin, ku pas ndeshjes me Egnatian, shkodranët do të presin në shtëpinë e tyre Dinamon me duelin që do të luhet ditën e shtunë në orën 17:00.